Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani qep, por askush nuk e di se çfarë i shkakton zemrës kur e hani në mëngjes. Të gjithë e dimë se sa thelbësore janë në perime në dietën tonë, por qepa fshet disa nga përfitimet unike që ndoshta nuk i keni ditur më parë. Ky përbërës i thjesht. Në përditshmëri mund të bëjmë mrekulli në shëndetin tuaj duke ofruar përfitime të shumta, duke filluar nga rritja e sistemit imun deri në forcimin e kockave tuaja. Por le të shohim disa nga përfitimet më të rëndësishme që jep qepa trupit tuaj dhe cilat janë vlerat për shëndet. Sipas Brejtësaj do të rendisim disa nga vlerat kryesore që qepa ofron në shëndetin e përgjithshëm. Ky përbërës i thjesht është i mbushur me lëndë të mira ushqyese. Qepa është një thesar i lëndëve ushqyese me kalori minimale edhe pse ato përmbajnë vetëm 44 kalori për qep mesatare. Ato janë të mbushura me vitamina dhe minerale që mbështesin shëndetin tuaj. Veçanërisht e pasur me vitaminën C, qepa ndihmon në forcimin e imunitetit dhe gjithashtu është thelbësore në thithjen e hekurit, ndërsa vitamina B tek qepa dhe folati janë thelbësore në promovimin e qelizave të kuqe dhe në funksionin nervor. Dhe e njëjta gjë ka edhe pak kalori. E mban në zemrën më të shëndetshme. Ngrënia e qepëve mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të sëmundjeve në zemër. Vetit e tyre të forta antioksiduese dhe antiinflamatore ulin nivelin e kolesterolit dhe triglicerideve duke mbrojtur zemrën tuaj. Plus ato ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut, që do të thotë se zemra juaj punon më mirë dhe më pas dhe do të keni më pak stres. Ndihmon në luhatjet kundër sheqerit në gjak. Nëse keni diabet ose paradiabet, qepa mund jetë aleati juaj për të rregulluar nivelet e sheqerit. Disa përbërës të qepës, si quercetina, ndihmon në pankreas dhe në zorë të funksionojnë më mirë, duke kontrolluar nivelin e sheqerit dhe duke mbështetur përthithjen e glukozës. Qepa mbron kockat. Edhe pse zakonisht mendojmë për produktet e qumshtit për shëndetin e kockave, qepët janë po aq efektive. Ato ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe në forcimin e dëndësisë së kockave, duke parandaluar osteoporozën dhe humbjen e kockave. Lufton bakterjet. Qepët dihet se kanë veti të forta antibakteriale. Komponentët që ato përmbajnë si quercetina janë vazhdimisht efektiv në neutralizimin e bakterieve që dëmtojnë dhe mund të shkaktojnë infeksione dhe inflamacione në trup. Ato ndihmojnë në tretjen dhe në shëndetin e mirë të zorëve. Nëse jeni duke kërkuar një mënyrë natyrale për të përmirësuar shëndetin tuaj tretës, qepa është një zgjidhje. Ato janë të mbushur me fibër dhe probiotik, të cilat janë thelbësore për funksionin e shëndetshëm të zorëve dhe në rritjen e bakterieve të mira. Me ndihmën e këtyre probiotikëve forcohet procesi i tretjes, reduktohet inflamacioni dhe forcohet gjithashtu sistemi juaj imunitar. Qepa njihet edhe për uljen e niveleve të sheqerit. Qepa ndikon pozitivisht te astma bronkiale dhe palgjumësia. Ajo ka në përbërje squfur dhe quercetin, dy antioksidantë që reduktojnë efektet e toksinave në trup. Qepët janë të pasur me vitaminën A, B, si dhe mineralet të potasiumit, kalciumit, fosforit, selenit dhe sodiumit. Varieteti i qepës së kuqe është më i njohur për vetitë e theksuara antibakteriale dhe përdorimi i saj vazhdimisht në dietat tuaja gjithashtu mund të sigurojë një mbrojtje më të mirë të imunitetit. Efektet që qepa do të sjellë në organizmin tuaj do ta bëjnë atë një nga bimët më të çmuara vërtet të rëndësishme të dietave tuaja. Duke ditur rëndësinë e kësaj perime në gatimet tuaja, duhet me do e mos ta keni pjesë të recetave tuaja më të shijshme. Duke ndikuar pozitivisht në organizëm, qepa mund të kthehet në një aleat mjaft të çmuar për mbrojtjen e trupit. Kështu edhe përfitimet që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i qepës do ta bëjnë atë një nga perimet më të mira për organizmin. Ajo përmirëson shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi i qepës mund të ulë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare falë antioksiduesve dhe antiinflamatorëve që përmban dhe ndihmon në uljen e kolesterolit dhe triglicerideve, si dhe qepët mund të ndihmojnë në uljen e presionit dhe lehtësimin e punës së zemrës. Qepët luajnë një rol të rëndësishëm te kockat, ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe rrisin dëndësinë e tyre. Qepët kanë veti të fuqishme antibakteriale, përbërësit e saj si quercetina janë veçanërisht efektiv në neutralizimin e bakterieve të dëmshme. Qepët janë një zgjidhje ideale për shëndetin e tretjes. Janë të pasur me fibra, probiotik, të cilët janë thelbësor për funksionin e shëndetshëm të zorës dhe rritjen e bakterieve të mira. Këto probiotik ndihmojnë në procesin e tretjes, reduktojnë inflamacionin dhe forcojnë sistemin imunitar.
Qepa është një nga përbërësit kryesor të kuzhinës, që përdoren shumë për t'i dhënë në shije ushqimit, jo vetëm në ushqime të shijshme, por edhe përmirëson shëndetin tonë. Në këtë video do të rendisim disa nga vlerat kryesore të saj sipas Brightside. Qepët janë një burim shumë i mirë i vitaminave, mineraleve, antioksidantëve, elementë të tjerë ushqyes të rëndësishëm si vitamina A, C dhe E, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për mbajtjen larg të sëmundjeve të lëkurës. Këto vitamina ju mbrojnë nga efektet e dëmshme të rrezeve ultraviolet. Antioksidantët e qepa ndihmojnë në detoksifikimin e trupit duke larguar toksinat nga qarkullimi i gjakut. Kjo pastron lëkurën dhe parandalon rrezikun e shfaqjes së ndonjë problemi të saj. Komponentët quercetin dhe fitokimikatët e tjerë të pasur me squfur të pranishëm të qepa ndihmojnë në luftimin e dëmeve të radikaleve të lira duke vonuar kështu edhe shenjat e plakjes. Qepa ka veti antibakteriale, antiseptike dhe antiinflamatore që ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e inflamacioneve. Përmbajtja e vitaminave, veçanërisht vitaminës C të pranishme të qepa, ndihmon në ushqimet e lëkurës, duke bërë më të shëndetshme dhe plot me shkëlqim. Dhe një tjetër faktor se lëngu i qepës mund të ndihmojë në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës dhe të përmirësojë dukjen e saj. Kështu qepa mund të ofrojë gjithashtu mbrojtje më të mira edhe të shmang komplikacionet. Është e rëndësishme që qepën ta përdorni gjithmonë në gatimet tuaja ose në sallata, kështu do të merrni përfitimet e saj unike në dobi të shëndetit. Heqja dorë nga qepa mund të humbisni disa nga vlerat kryesore për mbrojtjen e imunitetit, ndaj kjo perime mund të konsiderohet si aleati juaj më i çmuar. Gjithashtu, ekspertët thonë se konsumi i qepës e pasuron trupin me antioksidantë dhe vitamina duke shmangur degeneratimin e kërceve dhe rrit riparimin e tyre. Fal antioksidantëve, qepa mund të ndihmojë në shëndetin e kyçeve dhe të nyjeve dhe të shmang dëmtimet e tepruara të tyre. Qepa është shumë e mirë kundër infeksioneve. Studimet tregojnë se konsumi i rregullt i qepës mund të zbusë ose të eliminojë infeksione të ndryshme të kyçeve dhe të nyjeve që shpërndahen si pasojë e inflamacionit. Kjo është kryesore e rekomandueshme për njerëzit që planifikojnë të ndryjnë në ndërhyrje kirurgjikale të kyçeve. Ato përmirësojnë sistemin imunitar të trupit. Qepa është e pasur me antioksidant. Këta të fundit ndihmojnë në eliminimin e stresit oksidues që dëmton kyçet dhe nyjet dhe nxit shpërndarjen e inflamacionit në organizëm. Për më tepër, antioksidantët e qepa ndihmojnë në forcimin e mbrojtjes së trupit ndaj inflamacioneve. Qepët përmbajnë edhe vitaminën C, e cila lufton radikalet e lira në organizëm. Qepa zbut inflamacionin. Qepët janë të pasur me quercetin, një flavonoid që lufton ashpër inflamacionin. Shumë studime kanë treguar se quercetin zbut edhe simptomat e artritit dhe të reumatizmit, sidomos nëse konsumohet në mënyrë të rregullt në dietat tuaja. Kështu vlerat që do të merrni nga kjo perime do ta kthejnë atë në një nga aleatët tuaj më të çmuar për të lehtësuar gjithashtu edhe një sër komplikacionesh. Bashkë me shegët dhe çajin e malit, qepa cilësohet si ushqimet më të shëndetshme për njeriun, duke u renditur si një nga produktet më të mira në mbrojtjen e organizmit. Qepa ka aftësi të cilat mund të parandalojë dhe është e dobishme kundër problemeve kronike siç janë ato koronare, luhatjet e sheqerit dhe problemet e luhatjeve të tensionit. Qepa është e rëndësishme gjithashtu edhe kundër sëmundjeve të shkaktuara nga ushqimi dhe mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e organizmit, në forcimin e imunitetit, në funksionin e shëndetshëm të hormoneve të tjera. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera. Ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve, i bën ato elastike dhe mirëmban tensionin e gjakut. Qepa për fat të mirë ka aftësinë të ulë ndjeshëm luhatjet e sheqerit duke bërë aleat e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2. Sigurisht që qepa nuk mjafton që të keni peshën më të mirë dhe kontrollin më të mirë, por do të ofrojë një dorë mjaft efikase në menaxhimin e këtyre shqetësimeve dhe përdorimi i saj në mënyrë të rregullt mund të ofrojë vlera të larta në dobi të shëndetit tuaj. Ndaj mos nguroni që ta përdorni atë në dietat tuaja të përgjithshme. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë